Prokurori i SPAK-ut Arben Kraje, që po heton dosjen Partizani, ka cilësuar të pabazuar në ligj pretendimet e Sali Berishës, i cili kërkoi pavlefshmëri dhe papërdorshmëri të akteve hetimore. Sipas Krajës, çdo veprim ndërmarrë në këtë dosje është kryer në përputhje me ligjin. Nuk ka gjele në ekzekutimin e masave të sigurisë, sa i përket ekspertimeve të kryera, nuk është e nevojshme që ekspertët të jenë të regjistruar në sistemin elektronik, pasi janë specialistë të institucioneve shtetërore dhe të policisë. Nga ana tjetër, avokati i ish-kryeministrit Genci Gjokuta e cilësoi hetimin si një çështje politike, duke akuzuar prokurorin se po mban dosjen për kënaqësi të individëve të caktuar. Që këtu kemi të bëjmë me një çështje që nuk ekziston, por që vazhdon për një inerci politike dhe të presim vendimin e gjykatës, i cili gjithsesi besoj që do të referohet tek. Në të njëjtin linjë, Amar Maltezi, ish-dhëndri Berishës, deklaroi se nuk ka kryer vepër penale, por ka zhvilluar pronën e tij. Ne si tre zhvillues pronës jemi krenar, sepse kemi zhvilluar tokën e të parëve tanë. 1. Duke ruajtur dinjitetin e pronës. Dhe jo duke mbrojtur hajdutët e pronës, siç bëjnë këto këtu. 2. Duke zgjidhur hallin e strehimit të 42 familjeve informale, duke mos nxjerr asnjë me dhunë. Ndryshe nga sa bën Edi Rama, që i bën me dhunë dhe ato që i ndërtojnë. Gjykata ka marrë 2 javë kohë për të shqyrtuar pretendimet e 2 palëve dhe për të dhënë një vendim në këtë dosje të SPAK, si të pandehur figurojnë Sali Berisha, Amar Maltezi, Xhime Begej, Andja Posina dhe Fatmir Bektashi.